Mund bëhen disa pyetje, ka njëherë pa lidhje, që ty s'bëhen se ti sheh, po kështu. Thotë pyetja, një prej pyetjeve më të mërzitshme, është më e mërzitshme apo mje? Ose ta jap dorën çështu, do të lën qoftë ja preksh këto. S'fol hiç, e do të më njofti dorën. Ju lutem, mos i pyetni dërvrit çashtu, mos se mund të zihen ngusht dhe nuk e ka askush memorien e përkryer që t'i kujtoj njerëz. Përshëndetje shikues të nderuar kudo që jeni dhe kudo që na shihni. Sot po fillojmë një emision të ri. Emisioni jo të njëjtë, po të gjithë të barabartë. Sot kemi një mysafir i cili është me shumë bagazh, me shumë sfida, me shumë ngjarje interesante. E ky është mysafiri jonë Mentor Mripa. Mirë se na erdhe Mentor. Mirë se u gjej, përshëndetje Kosova Info, Po. Mas pari përshëndes kamermanin për parimin Beqirin. Pastaj përshëndes Emanuel Demaj. Dhe të përshëndes ty Gim në fund. Faleminderit. Na tregon Mentor pak, sepse gjithë kohë që e din, shumica e njerëzve kohë që e din kush është Mentor Mripa, ç'a bën. Mentor Mripa jam unë, që shikë. Po dhe? Na tregon pak për karrierën tonë. Unë veç rri. Po. Po, më në kom, që tash në këtë rast jo, po kryesisht po. Karriera ime. E di qysh, Gim, nuk kam për vjetore të ndryshme, por nuk i përmendi fort sa vjet tek vjet, po karriera ime është ndërlidhur gjithmonë me mikrofonin. Do të thotë, unë i kam ndërlidhur muzikën dhe radion, dhe emërus i përbashkët i këtyre të dyjave është mikrofon. Prandaj po them, gjithçka është e lidhur me mikrofon, që prej feministë hershme. Dhe nuk ju kam largu, domethënë i kam mbetur besnik mikrofon. A ke qartë? Mentor, kur ja ke fillu mas pari më marrë me gazetari? Kur kam fillu gazetari? Po. Më rekim. Kjo dynja sillet, të na thojnë devër dynja. Dikur të kom pas ty mysafiron, tash ti mua. Ta them një gjë që nashta e ke ditë, nashta se ke ditë, se unë që fëmij e kam ditë çka dua të punoj. A di pse? I emitoja gazetarët e Radio Prishtinës atëhershme, se s'kemi pas tjetër një. Radio Prishtina 1 dhe 2, sidomos 2-shin e kemi të qumë ma shumë. Dhe përpiqesha të emitoj i lakmoja aty gazetarëve, dhe përpiqesha të bëhen si ata, i mbledhja shokët e shkollës, dhe edhe shokët atje në Mitrovicë, dhe unë isha gjithmonë gazetari. Unë i merja në pyetje ata ishin të intervistuarit. Bëheshin personalitetet të ndryshme, për shembull, jo, emitonim dikush bëhej Fadil Vokri, dikush Migjaram, dikush ky, adin po marrë shembuj. Dhe kështu realizonim. Domethënë kjo mund të quhet kështu, ndërsa fillimi, një tip i heshtur pak një gazetari ka qenë në një gazetë mujore, një revistë mujore të Mitrovicës, që quhej Arena, që e bëndon të ndërmarja Komeni, shtypshkronja Komen në Mitrovicës. Aty kam pas një 2-3 intervista, kisha një diktafon, o gjimë pa tablet të mirë, edhe i qizaj atëherë me kaseta, dhja i marrë mentri kaseta. Po. Ndërsa pas lufte, tamam gazetari e mirë fillt, që shënën atë fillimin tim, zyrtar në mikrofon, duke pullhequr unë, ka qenë 28 nëntori vitit 1999, kur me zërin tim është hapur Radio Mitrovica. Domethënë, ne ishim përgatitur në 5-6 orë, një ditë gati para se me fillu 28 nëntori, po lidhëm me datën dhe
sa po bë ora 00 e 10-15 minuta, e hapëm, unë thash, ju flet Radio Mitrovica juaj që e keni kërkuar sa vite, në valet 99.9 MHz. Ky është fillimi. Më ndër të ke luajtur edhe filma. Po, Sa ka qenë e vështirë, sa ka qenë e mirë kjo. krahas muzikës ku kam shpërblime të ndryshme, që ndoshta do t'i përmendim, Po natyrisht. kam pas një eksperiencë shumë interesante dhe pasi që ne jemi të barabarta, Po. diçka që titulli, Po. në emisioni, Ka. unë jam aktori parë i verbër që kam interpretuar në ndonjë videofilm ose film, ta themi. Sepse atëherë për gjeneratat më të vjetra e din, ndërsa gjeneratat e reja nuk e din, që realizoheshin në videokaseta, realizonin filma të ndryshëm njerë. Edhe Ademi Kullovci mund dëgjëm duke këndu ndarësëm të shokut tim, djalit vllaut i Besimit, edhe pa ta bo një rol nuk e lo në filmin atëherë që ka qenë shumë kult, një palto për babajnë tim. Në palto për. Ashtë. Dhe unë kam interpretu një rol të vogël, por shumë interesant në filmin Një palto për babajnë tim në pjesën e 4. Ku edhe kam këndu. Më dhëmë edhe kam interpretu një djallë që kishte hupë sytë prej elmimeve, nuk ishte çrregullu edhe pse që kishte kujdon e tjera. Ishte një rol interesant, i dhem shumë, edhe kam këndu, më dhëmë. E pastaj atë këngë e mora dhe e vendosëm në albumin tim të parë. Albumi i parë i yti në vitin 2001. 2001. Ne Konga. kemi incizu këngë më herët, po në 2001 të në momenti që ta botojmë, sepse e futa dhe një këngë fituese të Zambakut Prizrenit, që kam fitu 3 herë, po atëherë ka qenë hera parë, në vitin 2000, dhe e futëm edhe këtë në album. Ka qenë 9 këngë, albumi parë që Rikthimi. Thimi. Po. Sa albumi ki? 3 kam përfunduar atë në studio, i kam edhe 3 që kam kënduar, kështu që thojmë në live, që kam kënduar aty për aty që kemi incizu, para lufte, 3-at. 2 kam këndu me këngëtarin e vrarë nga forcat SAPE me 9 qershor, natën që unë shkru marrëveshja Komanovës, do thot me Akim Isinin, edhe një vetë që kemi pas bërë me Edon Ramadanin, klaviaturistin e me njohur profesorin dirigent. Na fol pak për muzikën tash. Na fole, po ma detaje, qysh ja ke fillu. Gjithë, po më duket që edhe kam kajtu këndu, si fëmijë, si bebë, si foshtë. Muzikën e kam dëgjuar dhe më kisha këshillu trive që nëse dëni me u marrë me muzikë, dëgjoni fillimisht muzikë. Aman, mos ja filloni pa dëgju muzikë. Kjo është prej meje. Domethënë unë kam dëgju shumë muzikë, edhe dëgjoj muzikë, dhe kam fillu shumë thjeshtë. Thash, duke dëgjuar, duke përpjekur të bëhem si dikush, dhe në vitin 1988, a ke mati kjo punë, më është pranu një këngë në Zambakun e Prizrenit 1988. Dhe kjo ka qenë honorari i dytë njëtë. Iniciator për të më fut në Zambakun e Prizrenit ka qenë Reshat Randobrava, i cili pas ka vrejt talentin tim që e përshëndes për këtë ras, është një burë që askujt nuk ja ka ngërhaku që dhemi ne, një njeri shumë i sinqert, shumë i mirë. Dhe unë aty nuk këndoha, por këndoj Din Kukaj, i ndjeri tashmë, këngëtari grupit Elenina dikur, po kjo ishte kënga zyrtare e para ime që unë e kam shkru. A beson që sot nuk e mojë mend gati që farë ka qenë. Qa që kone thjesht aty, po qështë. Mentar. Po, A ke po sfida gjatë kësaj kohë? Patjetër. A më nëshme në të thonë një për ty një? Sfidat e mija, po. Po, Gjep ti mund të më kuptosh nga këndyt, po. po me gjithate sfidat e çdo njeriu janë të ndryshme. Zoti i Madh prej lindjes më ka sfiduar me verbrim, më sprovuar ta them. Dhe unë e kam pranuar si të mirë qenë, sepse bën pa çka me bë, por Zoti i Madh të gjitha tjerat shumë gjëra të bukura më ka dhuru një. Zdia e kam meritu, po më ka dhuru shumë. Dhe unë jam në shkollën e mesme kam mbaruar për drejtimin e fizioterapisë,
ku kam punuar edhe në Spitalit Mitrovicës 27 vite. Krahas kësaj kam punuar vazhdimisht në radio dhe në muzikë. Domethënë kur jam në veç kam punuar. Sfidat kanë qenë të ndryshme, por sfidat mi kanë bërë njerëzit zakonisht me do birokraci, me do keq kuptime, me do gjëra tjera që unë nuk dua ta shndroj këtë emision në emision ankus, po du me thonë që nuk janë kriguar ose bërë ato sfida prej tjetër kujt, po për njerëzve, të cilat i kam kaluar me stoicizëm, me vullnet, me dashuri të madhe, ndaj jetës, ndaj njerëzve, dhe nëse ke mbajtur në emisionin tim e përfundoj, natën e mirë, njerëz të mirë, ju njerëz me energji pozitive. Dhe kështu dua t'jetë. Por, t'jemi të qartë, angel nuk jam, me laçe nuk jam, do në di me shau, me vërtit, me qartë që dojnë, i kom 1 milion gabime, gaboj për çdo ditë, po jo me qëllim dhe Zoti na fal. Mentor, si ka lënë një ditë mentorin nga mëngjesit deri në darkë? Krejt me të kaltuar? Krejt. Ja, bre. A di që pi kafe shumë? Po. Relativisht, po me ajgare se s'pi shumë, po. Për shembull, ka qenë një intervist, dikush një herë moti edhe pa ta anulluat intervist. Pa, ku e pi një kafe në mëngjesit ta shkërkon? Qysh bre, kontor se dihet ku e pi, nuk e kom venin saktum. Ndodhë që se pi heq edhe s'bohet kiameti. Unë punoj në radio, ti e di. Radio Kosovë punoj prej 11 marsit vitit 2002. Po kam punuar edhe në 3 radio tjera, ku kam qenë edhe, ta themi, bashkëthemelues. Saktësisht kam qenë bashkëthemelues i Radio Mitrovicës dhe 2 mediave tjera në Prizren, paka shumë, Radio Pesa dhe Radio Helix. Puna ime është ndërlidhur thash me radio dhe me muzikë. Gjithmonë, mas shumë të këto 2 punin bëjmë. Do thot përveç rutinave të përhershme, që janë njerëzore, si të gjithë tjerëve, pavarësisht që shohat është me rëndësi kjo, përkushtimi im kryesor është ndaj shkrimeve, ndaj leximeve, ndaj muzikës dhe për herë ndaj mysafirëve. Sepse kam dëshirë që emisionet e mia kem me mysafirë të ndryshëm. Qoftë në studio, qoftë tash na e ka mundësuar teknologjia që ti kemi me format të ndryshme telefonike, WhatsApp, Viber, Messenger, ku e dy në gjëra tjera. Kur s'mu da nata gjim, që më dhënë gjithmonë emisionet i bëjnë natë, kam pas edhe emisionet ditore, po bëjnë në ditën, po tash i kam veç natën, edhe kjo, të më dhënë në përgjithësi, një farë rutine, jam tip shumë i sakt për ti që më tjem, dhe më mundon kur dikush më pret, edhe dikend kur e pres. Po këto zakonisht ndodhin pa fajin tim, disa gjëra banale që mund të ndodhin, po nuk kam dëshirë që njerëzit t'i rëndoj duke më prit mu. Dhe më thonë, shoqni kam shumë tjetin, të gjërë dhe të ngusht, dhe më pëlqen kjo shpreha që e përdori shumë në Shqipërinë administrative, të njohur të mi, e të njohur kam shumë. Shumë kemë miq, në rregull jemi, ka të sa kemi. Cili është raporti jëtë me miq, dhe si klasifikoni ata? Është një thënje e bukur, ma thot një shokim që ai më ka të zhvesh më prej miteve, Skënder Sadiku, edhe më ka pëlqyer, diku ka lexuar edhe më përdori shpesh. Po të rrymë zot prej miqve se prej atë miqve runave. Edhe ti si klasifikoj? Klasifikohem vetë, okay. Njerëzit i njeh në momentet të ndryshme që mund t'jesh, që për jeta të sjellë gjithë shka. Dhe je mirë, si je mirë. Dikujt që i kujtohem, po e zëmë, që të më frasë veç për më pyet që shje, me dhe që është shumë mirë. Por, edhe me mish nuk duhet me i tepëru, mos me i ngarku, ma shumë se që mujnë me parë, mish. E ke dëgju fjallën, kur hanë buk, dhe vend për ujë. E kështu përpiqem, edhe pse unë thash, unë nuk jam i përkryer, unë kam shumë gabime, unë gaboj shpesh, për ti me kërku falje, veçëm edhe me falje. Do të thot, miqt janë që, po thot mikun e pranoj që ashtu që është, me të mirat, me të këqijat e ti. A kupton? Kur e ke mik, nuk ka aty. Fjalla mik është po i trent është, po aty rren ka pak, po në kom atë ky rreth, nëse ke pranu mik, vazhdo me të. Nëse jo,
klasifikimi është i ndryshëm, nuk është çështja e shkollës ose jo shkollës, po sepse unë thash më herët që kam kryer shkollën e mesme të fizioterapisë, dhe sa harrova të them se fakultetin e gazetarisë kam mbaruar me 2 korrik 2010. Do më thonë jam edhe gazetari diplomuar, me notë shumë të lartë. Edhe kam pas një 2-3 noshe krejt të fakultetit. Sepse kam mësu. Kam mësu, sinqerisht. Edhe aty kam gjetë miq, po radioja dhe muzika më kanë njoftuar shumë njerëz akim. Unë falenderoj shumë. Radio dhe muzika. Puna në radio më kanë njoftuar shumë njerëz. Në për të gjitha radio që kam punuar, sidomos në Radio Kosovë, dhe këngët, muzika, daljet, klipet, ato, këto, domethënë njerëz ndodhi që më nalin, a bën një foto, thanë, pa pik problemi, domethënë nuk e them as kujt jo. Edhe ndodh njerë në pandemi, se na nalçën, kur u kthesha prej radios, edhe më thotë, jo, në tha, nëse ke shumë i sjellë një polic, se kaloj mirë me ta dhe përpiqem t'i nderoj, sidomos pas situatave, pas okupimit tonë të përgjithshëm që kemi pas. Me policinë tonë kënaqem se më nalë shqip, më pyet shqip, bisedoj. Tash mund t'i bëjmë krejt sjellshëm, po tash njëri prej tyre apo pa bërë një foto, po të nalë pa me një foto me botën. Çfarë? Ti punën tonë, unë timën. Me shumë qefë dhe dola prej veturës, bona foto e përqafova se i shkon një e kam harruar në një njësi speciale që i përshëndes dhe i duar shumë ata njerë, edhe bërë një foto. Dhe më thonë ka ndodhë dhe të notu, ndetë, më thonë, a bërë një foto, po, se kom problemet. Dhe më thonë, i du njerës. A bërë një foto me të bashkë? Kur du. Tjetë. Më tërë, Po. Kategoritë që kiti mysafir, a janë të gjithanshëm? Njeri të gjithanshëm nuk ka. Po, Ma para. kategoritë, po me në. Unë kam mysafir të lëmive të ndryshme. Dhe një njohurim, s'pes gjas, ma shumë, më thotë, pak para pandemisë, pa të bërtitit, 4-5 mujë, thotë, a pëjtin krejt bre ti që pëthirë mysafir të lëmive të ndryshme, dhe unë pa modesti të rreshme, sinqerisht po të ju dhe shikuzve të Kosova Info. Unë tash i ftoj mysafir që të mësoj prej tyre. Dhe besoni që është kështu. Udhëheci emisionit, apo i thojnë moderatori, e krejt, ai nuk duhet ta lujë të diturin. Do ju them se kam bagazh shumë gazetaresk. Përvoj të mirë atë keqe, por kam po hyj në vitin e 27 të punës sime si gazetar, që besoj se është një pak më shumë se çerek shekullit, mendoj se është e mjaftueshme që t'ju them. Përpiquni të jeni më të thjeshtë, më të shkurt prej mysafirit me nxjerr informata. Jo me paraqitje ju të diturin, edhe mysafirit me mbet me thonë po ju. Ja, nuk e ka atë efekt. Prandaj unë sinqerisht po të them mysafirët i thras, natyrisht informohen për punën e tyre, sepse nuk i thras veç kulturu, po përpiqem dua që të mësoj unë dhe dëgjuesit prej tyre. Doktor, çfarë presin të ardhmen prej muzikës? Shumë pyetje mirë. Unë, si që thash ty, kam 3 albume studios dhe 3 të gjalla që dhe. Kam dhe këngë të tjera të shpërndare në për YouTube, më the tash, Spotify, për dim. Po, e kam një shok që quhet Ekoran Krasniqi, që është një muzician të jashtëzakonshëm. Dhe me te, e kemi përfunduar pa pritur, unë nuk kam pritur që me inqizuesh një kohë, me punën e tij të jashtëzakonshme dhe me shokët e mi aty që kanë qenë, nëse më lejo do t'i përmend shpejt e shpejt. Po, patjetër. Domethënë, pos Ekoranit, me mu kam punu Xhavet Bujuki, Istref Hajdari, Jasmen Fazliu, Armend Shala edhe Flerim Leku. Nëse harroj t'i kom të falje, i përshëndes pejt. Gjemi kam përfunduar albumin. Dhe shikuesit i shohin këngët e mia me video të ndryshme, me gjëra të ndryshme, por që dikush më thot, shumë interesant kjo punë, thot, a ke lënë muzikën a? Qërë unë e s'këshyri të televizor, veç më ndohë të ke lënë muzikën. Kjo është më e bukura. Dhe do thot, pres që t'ju pëlqej njerëzve
këtë kjo punë, sepse është bën një punë e jashtëzakonisht e madhe. Shumë e madhe dhe është interesant, sepse pasi që është ai momenti i emisionit, ai fillimi i emisionit, të gjithë të barabartë, mund bëhen disa pyetje, kanjëherë pa lidhje, që ty s'bën se ti sheh, po kështu. Thotë një prej pyetjeve më të mërzitshme, ndoshta më e mërzitshme apo mje. Ose ta jap dorën çështu, do të në ngjoftë, ja preksh këto. S'fol hiç, e do të më njofti dorën. Ju lutem, mos i pyetni dërvrit çashtu, mos se mund të zihen ngusht dhe nuk e ka askush memorien e përkryer që t'i kujtoj njerëz, vazhdimisht kush janë atë. Pa të ndodhur një rast shumë i bukur, filloj me çat pyetjen bajate, apo mja apo kush jam. Tash jo. Shpres po mja, vallahi po t'nja. Po e kom bre të shtëpia, po se një shanier. Absolutisht, ishte shofer autobusi. Shumë i ndershëm, shumë i mirë. Që s'po mja, po e s'po t'nja. Po e kom tonë 200-300 herë, jo, por thash çfarë në s'po t'nja. Po tha e kom televizor, shpitem, televizor. Një humor i bukur, a? Shumë i bukur. Shumë i mirë. Gjatë punës sime, unë edhe heq edhe manifestime në ngjarje të ndryshme. Nëse më lejohet, do ta përmend një moment ku kam qenë bukur në siklet, dhe për i ndërlidhi me këto që të shohin njerëz me çka ballafaqohen. Lutfi Bilali, tash është analist e kretë, ka shkruar 3 libra për Ukrainën. Dhe e organizoi në Kult Plus. Po dash më reklamu, po tregoj pasi që është ngjarja. Aty organizoi promovimin, unë edhe heqa. Edhe ishin njerëz të ftuar dhe tash më thot Ardiane, heqja Kult Plusit, Pajaziti, thotë në tërë tha për fjallën e dita Tahirit, se qëto, ka orë. Unë veftoj për prezentoj diplomate, karierës, anek, ne, me folë pak për Lutfiun, ajo prej vendit atje, jo, s'këm qa me folë. Se këm lezu librin asë. Unë, po të isha në vendin e saj, bile do të ngritësh ata përshëndes autorin, ose për kurtoaziz që eftova une, ajo për mu ishte një qasje arrogante e saj, po e them sepse kam dasht me thonë në emisionet tjera, po që mërë momenti se harrejsha, edhe në ndjeva shumë keq, e paralajmërova dhe nuk erë dhe me folë, kjo më ka ndodhë, ka qitë botë pozitë shumë, palak më shumë. Po, gjim. Qa mendon ti, qysh do të mos sjell njerëzit me nevojat veçanta? Inshallah si mi bu bajat, me këtë emision mas pari, inshallah se kam zgjatë, se unë të formim profesional me folë, do mas pari, ty të urej për emision, ty thash Emanuelit e përparimit e këtë Kosova Infos, edhe ka ndohet bashkëpunim edhe me First Channel, nëse ka, edhe ata i përshëndet Valionin me shok. Dhe më thonë urime, emisioni është i këndshëm, por të lusë, mos ta bësh emision ku do të mbretroj dhimbja, ku do të mbretrojnë ankesat, ku do të shpehesh pak natësin, ku do të jesh një moderator që përdojnë ta veç protestus, natyrisht që gazetarit i mbetet me qenë, unë për vetë jam opozita e çdo pushteti, jo armik, kundërshtar, armik në asnjë mënyrë, sepse dua normalitetin, e dua këtë vend, dhe dua që të shkoj si është më së miri. E humbëm një kohë, një vit, dhe kjo është vërtet shumë, për një vend shumë të madh, do të na kushton të lemo për Kosovë. Njerëzit, ndaj njerëzve me nevojat veçanta, aftësi të kufizuara, qysh doni çuni, nuk kam problem. Ata që shohin, ata që s'hecin, ata kështu, qysh të keni qef çuni, çorra, qysh të keni qef, s'ka problem. Ju lus ti trajtoni si njerëz normal. Ju lus, ju drejtohem tjerëve, ju ata që janë me aftësi pak kufizuara. Pak ironi. Domethënë, unë jam kundër diskriminimit, qoftë pozitiv, qoftë negativ. Domethënë, nuk i dua favoret për faktin se unë nuk shoh poezi. Domethënë, dua të ma japësh mundësinë të konkurroj në mënyrë të barabartë, si kom festivali që ka marrë shumë shpërblime, aty asnjë posmeje s'ka qenë që s'ka pa ose diçka. Po nuk e dua as atë negativ. Domethënë,
i trajtoni të barabartë, u jepni mundësi njerëzve, domethënë, dhe ka silluni mirë me ta, mos i paragjykoni, mos i mbiçmoni e as mos i nënçmoni. Kjo është prej meje. Unë nuk e përfaqësoj askënd, e përfaqësoj vetëm veten dhe juve ju falenderoj dhe ju uroj sukses shumë në punën e më të tjeshme. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe miru takofshim. E pra, miq të dashur, këtu po përfundojmë edhe emisionin. Me shpresë se keni mbetur të kënaqur kur do që jeni. Falenderojmë të gjithë mbështetësit, faleminderit edhe të 33-shit e cila është me liron ambientin për realizimin e këtyne emisioneve. Faleminderit edhe First Channel e cila tash tutjet transmetohet edhe në televizionin e First Channel. Faleminderit gjithë stafit të Kosova Infos. Faleminderit gjithë atyre që na shohin.